ka diçka që është interesant, kur kam qenë në summit Berlinit në Londër, ka pas shumë kryeministra të Evropës aty, jo vetëm të Ballkanit. Edhe atë në atë kohë, kryeministra Theresa May më thoi mund takim. Ka qenë kryeministre me Mbretërisë Bashkuar. E unë shkova në takim, u kry takimi, u ktheva në atë pjesën ku ishim gjithë bashkë. E po më pyshin mu këta kryeministrat e rajonit që ka mundësi, tha, ty të preten në Down 10. Down 10 ish dera 10, që po i pritëshin vetëm burgshtetasit shumë privilegjuar. Në shteteve shumë me pjesë, shumë maja, shumë të rëndësishme. Unë nuk e disha shumë këtë pjesë. Unë pitëm të unë e kesh takim, po, ti ke hy, tha, në Down 10, që është e madhe, diqka. Po, që ishte një hyrje privilegjuar, kush po hyket e kryeministri në Down 10, ashtu po i thëshin asaj derës, që ka ndryshe me hy në protokollet tjera. Pra, ka ndohë këto në atë kohë, po me siguri, kjo ka qenë edhe me respektu Kosovën, jo veç mu në atë rast, me respektu Kosovën marrëdhëniet tona, po ka ndohë realisht. Kryeministrat tjetër rajonin, kanë pyet mu që shjabonet i kamërinë dhe këto lidhje, me të vërtet. E unë më dësha që njerë, shka dalimi, atë nuk e kisha fort qartë, pse po ju pengojnë atyne, ose çka ndodhi. E tha ti ke hyta në Down 10. Okej, atëre e kuptova që ishte një privilegj që mi shbo, me hynë Down 10, si kryeministri i një vendit vogël, realisht ku po hyshin vetëm shefat e majtë shteteve.